ruse ka parapo edhe një lloj financimi tjetër, të cilën është shumë i domshëm për rinin ton edhe për gjithë kombin shqiptar, cili është ai pjesës së drogave të ndryshme, që futjes në territorin e Kosovës dhe futjen e drogave në territorin e Shqipërisë gjatë sezonit së verës, kur kemi flugin më të madh të turistëve, futjen e tyne dhe ardhen e diasporës tonë, mërgatës tonë nga jashtë, dhe ata kanë parapar që çdo gjë të bajnë dhe çdo gjë të financohet, të ipën sa dojnë njerëz të cilët janë narko, që mirën me narkotizëm dhe pa pagesë të mirën droga ndryshme dhe të shpërndahen tek rinia jonë, që unë mendoj është shumë e gabueshme. Qëllimi kush është qëllimi final i kësaj? Qëllimi final i kësaj është thjesht të infektohet rinia shqiptare, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Dhe cila është, mendoj që këto dy shtete që është një kombë kanë rinin më të pastër, edhe pse tash në vitet e fundit kemi pa që narkot të mirën me punë kriminale kanë bërë punën e tyre edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, që disa nga të rinj të infektohen me këto lloj drogave. Dhe unë mendoj po ashtu që shërbimi sekret i Shqipërisë edhe AKI-ja, për atë arsye thashë pak më herët që duhet të bashkëpunojnë, të shkrihen ato akunoja që kanë krijuar me vetvete, të bashkëpunojnë shumë, sepse kemi se çfarë të humbim realisht në këtë rast, dhe kemi se çfarë të fitojmë. Se në rast që bashkëpunojmë, atëherë duhet ta fitojmë këtë tendencë të shërbimit sekrete slave, realisht ruse dhe serbe, që ju është bërë Shqipërisë dhe Kosovës në përgjithësi, popullit shqiptar. Zoti Makolli, ditë e fundit ka pas një debat në Kosovë dhe jo vetëm për një foto, një takim të analistit Necmettin Spahiu me Marko Gjurić. Shumë në Kosovë mendojnë që duhet të ishte thirrur dhe duhet të ishte pyetur nga prokuroria, të tjerë mendojnë që duhet të ishte arrestuar. Ju si mendoni? Profesori i respektuar zotri Necmettin Spahiu është thirrur në një konferencë, e kuptoj unë, në Beograd, nuk e di me çfarë teme. Si analist ka mund të shkoj në Beograd, por takimi me Gjurićin është në një pjesë tjetër, paraqet një pjesë tjetër, për shkak se Kosova realisht është në gjendje lufte me Serbinë, edhe pse qytetarët tonë jetojnë, veprojnë, punojnë çdo ditë, por mendoj që që mendoj unë, po e din të gjitha aktorët e sigurisë, që Kosova dhe Serbia në gjendje lufte, dhe në përmasat e tilla që ka kriju profesori Necmettin Spahiu, unë mendoj që është dashur të mirën pyetjen nga AKI, po ashtu edhe nga prokuroria speciale, se në çfarë cilësie ka qenë në vizitë dhe çfarë është biseduar. Thjesht dhe të po ashtu të dalin me një hapje të dosjeve, edhe AKI, edhe prokuroria, edhe Shteti i Republikës Kosovës. Hapje të dosjet së kujt? Dosjet duhet hapen jo vetëm nëse ka, po folëm thojza nëse ka për Necmettin Spahiun, po për gjithë ata të cilët kanë bashkëpunuar dhe kanë punuar për shërbimin e UDB-s në të kaluarën, dhe në ish Jugoslave dhe më pastaj serbe, dhe të cilët ne si qytetarë i Republikës Kosovës dhe si njohës të sigurisë pak a shumë kemi një ori se kush ku punon, por mendoj që është mirë të hapen dosjet, të ngriten pa ditë nga prokuroria dhe ata persona të arrestohen dhe mos të japim hapësirë manovrimi në tokat tona, si në Kosovë, po ashtu në Shqipëri,
sepse ka njerëz të tillë edhe Shqipëria dhe mendoj që rolin kyç në finale ka Shërbimi Informativ i Shqipërisë,